Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu salati wa tamu taslim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun xhël xhelaluhu për të gjitha mirësitë dhe begatitë e tija, salavatet, përshëndetjet tona mbi Muhammedin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit e me pastaj të ndershëm vëllezër. Me që sot është edhe ditë e diel, ditë vikendi kështu për punëtorët, kërkoj durimin e ju. Inshallah jeni në ibadet që rrim bashkarisht në xhami, jemi në namaz. E dini këtë shpërblim, vetëm sa për t'ja përkujtu. E mendoj se Ramazan është hala më mirë me nejtë në xhami se në shtëpi. Aq më tepër që edhe inshallah përfitojmë bashkarisht. Me lenin Allahu xhël xhelaluhu jemi duke trajtuar tema me motën si ta mirë shfrytëzojmë muajin e begat të Ramazanit. Sot me lenin Allahu xhël xhelaluhu do të flasim si ta ndryshojmë vetveten. Qysh ka mundësi që ne të ndryshojmë për të mirë, edhe më mirë, të plotësohemi edhe më mirë e kështu me radhë. Me këtë temë të ndershëm vëllezër kam për qëllim të gjitha grup moshat dhe çfarëdo gjendje dhe situate. Edhe pse ne falemi që një kohë të gjatë, agjerojmë që një kohë të gjatë, prap ka boshllëk dhe ka hapësirë për të kompletuar edhe më shumë. Edhe në aspektin shpirtëror dhe islam edhe ky është synimi jon kryesor, por edhe në aspekte tjera të jetës. Si të kompletohemi gjatë jetës edhe në fusha të ndryshme. Shpeshherë duke lexuar ne dhe ju, ose duke pa, do thot, programe të ndryshme, shohim se njerëzit në moshën 70-80 vjeçare kryjnë fakultet, ose studime postdiplomike, ose e kryjnë një kurs intenziv, i ka 60 vite, ose 70 vite, nuk lidhet kemi thonë me vite, pak në këtë kohën e fundit ndoshta tek ne është bërë pak sa komplekse kjo, jem dalë në pension. Pension o vëllezër ato janë çështje procedurale, por ndryshe s'ka pension. Na do të jemi vazhdimisht punëtor, pra ibadetxhi, namazli, agjerues, punëtor, familjar, kryefamiljar, duhet ta vazhdojmë intensitetin e jetës. Madje kjo edhe në aspektin mjekësor dhe në aspektin shëndetësor është shumë ma e mirë, ku personi nuk mirët me vite, sa vite i kam ba, po mirët me produktivitetin e tij, suksesin e tij në jetë. Qëto janë ato që na po i synojmë, prandaj mos njihet askush inferior, ose askush mos të ndihet i panevojshëm që unë jam shumë mirë, nuk kam nevojë më plotësu. Krejt kemi nevojë më plotësu. Do thotë në çfarëdo situate që ta marrmi, sikur ta e marrshim vetëm ditën e ditën e djeshme të shtunën, sot jemi në diellën, sot atë që kemi bë mirë. A ka pas hala zbrastir me bë diçka hala më mirë? Po. A kemi mujt hala diçka me bë në ditën e djeshme me kurorizuar ndonjë vepër të mirë? Gjithsesi se po. A ka mujt fizikisht me bë hala më shumë? Gjithsesi se po. E kalkulo kështu, mrana javës, mrana mujt, mrana vitit, mrana një dekade, 10 viteve, pyete veten. Në 2015 edhe 2025, cili është dallimi? Ku ke qenë 2015 edhe 2025, kalkulo sa përqindje ngrit në gjitha sferat. Po them, tu nis prej aspektit fetar dhe shpirtëror. Sa ke mësuar për çdo 10 vite? Sa je integru? Po edhe në aspektin jetik, sa kena mujt me bona për 10 vite vëllezër? Dikush prej neve, ata që në matri, po ju drejtohem, i ka ik shkollimi. Unë jam kënë fillim, hala, inshallah, ka me folë shumë qka, po me sabrin e ju. Për shembull, dikush i ka bo 40 vite. Kur i ka pas kohën e fakultetit, si ka pas mundësit, ose për një arsye ose tjera, i ka i koha. I ka lind ideja që e kisha kryer një fakultet, ama jo se është marrë unë më ul me studentët që në 19 ose 20 vjeçar. Kjo e paragjykim i cili, kjo e një handicap, vëllezër. Kjo i bjen e njëjta me ata që thotë.
Hoxh vallani shahar në xhami, po i kum bo 70 vite kur nuk kem hinë në xhami, po m'vje marrë. A ka që si? Plot ka. Që na i thojnë, e lema që s'na i thojnë. Ama o të bo mirë që kë? Hiç të bo mirë. Se nuk qyret xhamia me mosh. Këto jena këtë barabartë. Edhe në interesat, në sukseset jetës jemi këtë barabartë. Qështu është jeta vëllezër? S'prish mu 40, 50 vite i ke bo, e ke kry fakultetin para 25 vite. Tash i ki 50 vite. Gjendje emocionale është mirë, inteligjenca është mirë, krejtë në rregull, ki mundësin me vazhdu studimet postdiplomike, kisha kry një master, pse mës me kry? Një doktoratur, pse mës me kry? Pra vëllezër, ose një kurs intenziv, integrues. Një kurs intenziv, integrues. Për shembull, jemi një zanat veçantë, çka do koftë? Kuzhinë, ose rroba qepsi, ose mjeshtër, ose klasët kurset shumëta. E krejt që to e kanë për qëllim vëllezër temën tonë. E ne inshallah do ta mundohemi me e qindis këtë temë, me i përmend kriteret që i kanë përmend njerëzit e suksesshëm se si do duhej me i shfrytzu për me u ngrit. Të ndershëm vëllezër, këtë temë po e filloj me një hadith që ka të bëjë me Ramazanin, me që jem Ramazan, e me thekst veçantë, po du me fillu me një specifik të pejgamberit a.s. Llogaritni të ndershëm vëllezër, kur e lexojmë biografinë e pejgamberit a.s. shohmi gjëra të çuditshme. Shpesh keni ndëgjuar të thonë që pejgamberit a.s. ju kanë falë gjunohat e kaluara, edhe gjunohat e të ardhmes. Megjithatë e sheh vazhdimisht në punë, vazhdimisht të ngrit në vlera. Këtë hadith e ka përcjellë Ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, djali i Axhës pejgamberit alayhis salam, i cili po e përshkruan çysh e kanë pa pejgamberin sa në Ramazan. E kanë pa më ndryshe se muajve të tjerë. Në Ramazan më ndryshe, keni edhe muajin Shaban, kena fol muajin Shaban, një muaj përpara, ka qenë shumë i kujdesshëm, i shtu punë të mira, sidomos agjerimin. Krejt jemi u përgatit për Ramazan. Në Ramazan edhe një ndryshim të veçantë. Përveç ndryshimeve tjera. Po thot Ibn Abbasi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas bil khair. Ka qenë pejgamberi alayhis salam njeriu më bujar në vepra të mira. Më bujar në vepra të mira. Ndëgjohet deri në fund. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Më bujari, pra fillimi i hadithit po thot pejgamberi alayhis salam ishte më bujari në punë të mira. Çka i bjen kjo? Kjo i bjen ishte personi me intensitet më të madh për punë të mira. Ku nike që ka nevojë për punë të mira, intervenojke. Mirë, po në muajin e Ramazanit ishte edhe më bujar. Hine yelqahu Jibril. Me thekst veçantë bujaria ose oreksi për bujari ju shtonte kur e takonte Jibrilin. Pastaj فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح. E kur e takonte Gjibrilin alayhis salam, ishte më bujari në punë të mira se sa era e shpejt. Pra, tu nis prej çiti hadithin, apo dojna me ndërtu temën tonë sot edhe disa ditë radhës inshallah. Pra pejgamberi alayhis salam gjatë të jetës së tij ka qenë bujar. E shtonte bujarinë e tij në punë të mira, jo vetëm sadaka, se nuk ka këtu për qëllim vetëm sadakën. Ka për qëllim në të gjitha punët e mira e shtonte intensitetin, interesimin në muajin e Ramazanit me thekst veçantë. Pse kështu do të flasim kur t'i vije koha. Por se ky është personaliteti i Muhamedit alayhis salam. Sikur po don me përcjell një mesazh, o njerëz, ndryshoni. Se ka ardhur koha ndryshimit. Kur mos thuaj që unë jam i plotësuar, kur mos thuaj që unë s'kam nevojë më ngrit më shumë. Por çka është kuptimi shumë pika të shkurta i këtij hadithi. Pra fillimisht vëllezër, unë nisa nga ky parim dhe mora këtë hadith me qenë Ramazan si bazë të kësaj teme, por në radhë parë duhet ta dimë që Allahu xhelle xhelaluhu e don dhe e çmon ndryshimin. Çdo ndryshim që na e bëjmë Allahu e don. Dhe për këtë ju e dini, i keni ndëgjuar për neve dhe hoxhallarëve të tjerë, për shembull pi haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që na përgëzon, thot Muhamedi sallallahu alajhi wasallam Ehabul a'mali ila Allahi edwamuha wa in qall. Për punëve më të dashura të Zotit madhërisëm janë
ajo që është e vazhdueshmja edhe nëse është e pakt. Pra, nëse po bëjmë krahasim, nëse qatë punë që ke bën vitin e kalum, prapë bën, është e dashur te Allahu. E llogarit sa e dashur është kur ti e rrit ata. Për shembull, dikush thot, ja ku bë vetit të rregull 100 herë në ditë me rast salavat mbi pejgamberin sa. Me numra 100. Si vjet po thot 200. A mund me koni njëjti te Allahu ky? S'është i njëjti. Llogarit, nëse është edhe i njëjti me vitin e kalum, Allahu po thot unë e du fort që të rob. Pse? Se nuk e ka ul, ai vetë ka marrë çat intensitet. E llogarit nëse e shton. Pra, kjo i bie që Allahu xhelal e don ato që ndryshon. E llogaritni çka mund unë i morë këtu si shembull thjesht as ka nevojë me marr abdes, as ka nevojë me kthy pikibles, je vetë të hec rrugës. Të kujtohet që kjo këshilla jon. Gjatë ton vitit, inshallah e mani mend. Gjatë ton vitit, një herë në ditë më shumë sot me ra istighfar se dje, jeni favor. E llogarit nëse i falë 2 rekate në namaz nafile më shumë. E llogarit nëse lexon edhe një faqe Kur'an më shumë. E llogarit nëse në konton tonë e shton edhe diçka tjera ku mbrim ne. Prandaj të ndershëm vëllezër, nëse i qasmi studimit të Kur'anit, pra jemi të fol për me ndryshu, për më ngrit, për më plotësuar më shumë, gjejmë citate në Kur'an që e nxisin dhe motivojnë këtë çka po thojmë na. Për shembull në surët Ali Imran Allahu thot: "Wasari'u", shpejtoni ila maghfiratin min rabbikum, aty ku është falja e Zotit ju. Ku është falja e Zotit ton? Që aty ku ka hajër, ku ka mirë, ku mundesh ti me gjetë vetin me bë diçka mirë. Në citati tjetër, "Fastabiqul khairat", paraprini punëve të mira, shpejtoni në punë të mira. Pastaj citati tjetër, "Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun", në surën Al-Mutaffifin Allahu thot, dhe në kësi lloj garash le të garojnë garusit. Por çito punë të mira, le të garojnë garusit. Pra i bie të ndershëm të garo, sepse mundësia është shumë e hapur dhe e mundshme. E pse pikërisht ndryshimi në Ramazan? Ajo që thash më herët, për çfarë po thot Ibn Abbasi e kanë vrejt pejgamberin alayhis salam, po shokët e kanë vrejt, edhe familjarët e kanë vrejt që pejgamberi sa në Ramazan ndryshon. Shumë kanë ndryshuar pejgamberi sa, edhe më shumë se muajve tjerë. Për shembull, e kanë vrejt që është më i shpejt në punë të mira se sa era e furishme. S'ka pyet njerëz kush qysh i ka gra punës. E gjejmë nga njëherë për gjysës të Ramazanit u izolu për njerëzve. Edhe për grave të veta. Ka bëj itikafi është izolim. E në 10 e fundit gjithmonë, po flasim periudhën medinase, për 10 vite. Izolimi çka determinon, nuk është tema ime sot, për itikafin me fol. Izolimi determinon që o të lyp diçka shumë të veçantë. Pra, i bie që kështu e ka pas pejgamberi sa intensitetin e punës. Për shkak fillimisht vëllezër të shpërblimeve të mëdha. Është kërku kjo për shkak të shpërblimeve. Pse? Se kemi thënë në ligjëratat e para të pas drekës këtë muaj se njëjtën punë që e bën Ramazan dhe mas Ramazanit nuk e ka të njëjtin pagesë. E më i kujdesshëm për këto çmime ka qenë pejgamberi alayhis salam. Atëherë i bie që edhe na vëllezër sot kemi mundësi ta kursejmë kohën muajin e Ramazanit sepse pagesa kemi thonë në Ramazan është e veçantë. Pastaj mundësia për të ndryshuar në Ramazan është më e madhe se jashtë Ramazanit, sepse Allahu xhallahu i ka kriju kushtet edhe favoret për me ndryshuar në Ramazan më shumë. Për çka? Se çdo sa në Ramazan na josh. Pastaj Allahu i ka përgatitur terren se i ka prangu djajt e kemi pra mundësinë me ndryshu. Këtu po du me të njëjtë veç një paralele, pra kështu thojnë edhe ekspertët e fushës, kur njeriu e bën rutinë një çështje, pra 29-30 ditë gjatë muajit Ramazan, atëherë e ka shumë më të lehtë me vazhdu që ato edhe mas Ramazanit. Nëse është i njëjtë si para Ramazanit, si në Ramazan, nuk pritet në një farë ndryshimi mas Ramazanit. Parimisht nuk pritet, edhe pse njerëz udhëzohen edhe jashtë Ramazanit. Por edhe jashtë Ramazanit dikush ja nisë falet. Por rastet janë të rralla, mundësit janë të vogla. Muaji pastaj të ndershëm vëllezër, me që e ka këtë specifik, e luan rolin e një trajnimit. Kështu thonë ekspertët botëror. Pra, edhe këto e shohim nga praktika profetike. Ani pse Muhamedi alayhis salam nuk ka folur për disa detaje, por
jeta e tij, lëvizja e tij, praktika e tij e determinon këto që po e aludojmë na, që e ka shfrytzuar komplet një muaj hënor. E pastaj ekspertët botëror, jo vetëm këtë kohë, edhe më herët kanë folë se njeriu i duhet pra me bërë rutinë edhe me bërë program tjetës edhe gjërat hecim si pasaj edhe kështu vjetë e suksesi. Po flas për një pikë tjetër, na intereson me ditë se a ka një kriter që neve na ndihmon me ndryshu. Çka do të me bë unë për me ndryshu? Pra, po e përmeni një sot, se koha e rregullve që po afrohet, po thash sot do ta zgjati pak më shumë, por shkak se është ditë vikendi. Të ndershëm vëllezër, për të ndryshu, normal që ka standarde dhe ka kritere. Në radhë të parë, për të ndryshu, do të me pas vullnet. Pa pas vullnet për të ndryshu, pra, vullneti konsiderohet piknisja e ndryshimit. Personat që nuk kanë vullnet për me ndryshu, e kanë problem për me ndryshu. Ka vjen vullneti? Vullneti, me pas vullnet. Por me pas vullnet, vëllezër, du të mu motivu. E pse kena përzgjedhur na bashkë në Ramazan me ndryshu? Edhe në Ramazan, nëse nuk kemi motiv për me ndryshu, krejt këto sevape, këto shpërblime, këto vlera që i ka Ramazani, e kemi ma problem jashtë Ramazanit me gjetë vullnetin e ndryshimit. Prandaj pra, në çfarëdo situate, pra qoftë edhe mas Ramazanit, po me theks veçantë po flasim Ramazan, duhet kemi vullnet që ne të ndryshojmë. Momentin që është vullneti, atëherë domethënë na veç ecim përpara. Edhe këtë çështje, këtë pikë, këtë kriter po e fuqizojmë me një thënie profetike, ku Muhamedi alayhis salam ka thënë: "Ihris ala ma yanfa'uk." Bëhu i kujdesshëm në atë që ty të bën dobi. Pra, kujdesu në ato që ty të bën dobi, i bjen gjithmonë meno ti çka mundesh me i bë mirë vetes. Ti çka mundesh me i bë mirë vetes. Në çfarëdo situate, në çfarëdo kohë. Shiqeni, vërtet, vëllezër, çdo fjalë e pejgamberit është më shkollë në veti. Pra, bëhu i dobishëm ato që ty çka bën dobi. Atëherë, tu i ditë na që në muajin e Ramazanit çdo sa na bën dobi, edhe gjumi po na bëj ka dobi. Edhe njeri kur pushon gjatë ditës ose natës në Ramazan, me njetë që kur qohet, me kanë maj fort më falë, gjumi shkon namën të ibadetit. Leri mo sene tjera, lej mo ibadetit tjera. Atëherë pra, bëhu i kujdesshëm në ato që të bën dobi, i bjen gjatë tërë jetës tonë. Pastaj, ista'in billahi wala ta'jiz. Kërkohet ndihmën e Allahut për me ndryshu dhe mos u trego i pamundshëm. Jo në këto se ne bëj. Ka kalu koha. Ata njerëz që janë bën për shembull të pasur, ata njerëz që kanë kry shkolla, ata njerëz që kanë ndërtu, ata njerëz që janë ngrit, ata janë tjerë. Kjo teori është e gabuar. Kjo është teori e gabuar. Pra pikërisht shumë njerëz, kjo vjen si rezultat i paragjykimit të hapësirave, kapacitetit që i ka. Kjo gabim, mos e ul vetveten. Argumentet krejt flasin që mos e ul vetveten, mos e përçmo vetveten. Ai personi i cili sot qoftë po flasin në disa segmente të jetës që integru. Pra, edhe ai që ka mësuar Kur'anin, nuk i ka dy koka, një kokë ka. Edhe ai i cili pra pi fal 5 vakte po agjeron në shku në qabe, një herë nisi argumentet fetare. Edhe ai një kokë ka. Edhe ai i cili është pronari një kompanie gjigante trilionere, edhe ai një kokë ka. Edhe ai i cili ka bërë shkollë dhe universitet dhe shumë çka, një kokë ka. Vetëm se çito gjëra na çka po i flasim, i ka pasur në konsiderat që herët edhe ka hecë përpara. Edhe kështu do të thotë mund të integrohemi. Për atë arsye vëllezër këtu qëndron edhe urtësia që na në çdo rekate e përsërisim një prej ajeteve në suratul Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë o Zot dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Llogaritni mbi 30 herë. Mbi 30 herë në ditë, jashtë taravive, 34, 5, 6 herë në ditë, mesatarisht ja themi Allahut që të lutje. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Por nëse duam të jemi të suksesshëm, nëse duam të integrohemi, të plotësohemi dhe nëse duam të ndryshojmë, duhet me kërku ndihmën e Allahut. Pa ndihmën e Allahut, rastet janë shumë të rralla dhe të vështira, madje janë shumë të përkohshme. Na kemi edhe njerëz që janë musliman që janë suksesshëm. A kemi ka plot suksesshëm, forma të ndryshme,
tjetës. Mi po është shumë e përkohshme. Me vdekjen e atij personi mbyllet çdo send. Na po duam që të jemi të suksesshëm në jetë, që hajri i këtij suksesit të na vjen edhe mas vdekjes tonë. Domethënë na përcillet dhe të përcillet në gjeneratat pas ne. Pastaj të ndershëm vëllezër, në kuadër të këtij kriteri, pra me pas vullnet, shumë njerëz e paragjykojnë suksesin. Nuk ja vlen, është vonë. Paragjykon për shembull mundësitë e veta, ose janë stopim, ose janë pengesë problemet emocionale, ose krizat mentale. Stresi, jo së është vështirë me hiksoj pune, ankthi, që sot çka po bëhet, fobia, frika për të ardhmen, edhe shumë paragjykime tjera, por paranoja që konsiderohen pengesa dhe i kanë stopu njerëzit nga suksesi. Prandaj ne duhet i largojmë të gjitha këto nëse duam që të jemi të suksesshëm. Po ai cek vetëm edhe këtë fjalë për me përmbyll, një fjalë e udhtë thotë: qetësia dhe heshtja janë për të vdekurit, jo për të gjallit. Kështu ka thonë një urtak. Qetësia edhe heshtja, pra me nejtë në qetësi edhe në heshtje, këto janë për të vdekurit, kanë vdek, ata nuk lëvizin më. Jo për gjallin, gjallit du të me fol, gjallit du të me lëviz. Normal, nuk flasim kur jemi namaz, ani pse na flasim çka duhet, po jashtë namazit, lëvizni. Allahu xhela xhela çka po na thot në Kur'an? Në suratul Juma, Allahu xhela xhela po thotë: "Fa idha uqimatis salatu fantashiru fil ard." Kur ta falni namazin, hesni shpërndani nëpër tokë, gjallëni, ngrituni, përmisonu, do thotë shfrytëzoni resurset edhe mundësitë. Andaj është kjo vërtet fjalë e urtë e këtij urtaku që ka thënë se qetësia dhe heshtja janë për të vdekurit, ndërsa puna, lëvizja, gjallëria, ngritja janë për të gjallit. Ka dhe kritere tjera të shumta që na nevojiten me mu njoftu me to se çysh mundna me ndryshu. Inshallah do të flasim në ligjëratat e ardhme. Allahu na mëson në ndryshu për të mirë, me u ngrit. Zoti ju shpërblet për ndëgjimin dhe vëmendjen. Deri në takimin e radhës. Alhamdulillah rabbil alamin.